fjalën kryetari i Asamblesë së Përditshme, i cili thotë: The Assembly will now hear an address Asambleja by the chairman do të dëgjojë tani of the Presidium fjalimin e kryetarit të Presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, Republic of Albania. His Excellency Mr. Ramiz, shkëlqësisë së tij, Zotit Ramiz Alia. I request I kërkoj shefit protokollit të shoqërojë shkëlqësinë e tij. His Excellency. They're over there. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the Në emër të Asamblesë së Përditshme, kam nderin chairman t'i uroj mirëseardhjen në Organizatën e Kombeve të of the Bashkuara People's Assembly, kryetarit të Presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, His Excellency shkëlqësisë së tij, Ramiz Alia, Zotit Ramiz Alia, and to invite dhe taftoj atë t'i drejtohet to address Asamblesë. the Assembly. Zoti kryetar, është një kënaqësi e veçantë për mua të marr fjalën në këtë sesion të Asamblesë Përgjithshme që shënon edhe 45 vjetorin e krijimit të OKB-s. Njëkohësisht është një nder t'u drejtoj juve përshëndetjet e mia në rastin e zgjedhjes suaj në postin e lartë kryetarit të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s dhe t'ju uroj suksese në kryerjen e kësaj detyre fisnike. Ne vim në këtë mbledhje të rëndësishme me dëshirën për të kontribuar sipas mundësive tona që fryma e bashkëpunimit ndërkombëtar të forcohet, që paqja dhe sigurimi të garantohen për gjithë vendet e popujt, qofshin këta të vegjël ose të mëdhenj. Viti që ka kaluar nga mbledhja e Asamblesë mëparshme ka qenë i mbushur me ngjarje të shumta, të cilat kanë qenë herë shpresdhënëse e herë kërcënuese. Por ajo që rezulton është ngjallje e një shprese, se më në fund njerëzimi i këtij pragu të shekullit 21 mund të udhëhiqet nga arsyeja dhe jo nga forca në zgjidhjen e konflikteve, nga bashkëpunimi dhe jo nga konfrontimi, nga mirëkuptimi dhe jo nga mosbesimi. Është mjaft inkurajues fakti se me gjithë vështirësitë po i çan rrugën vetes koncepti që sigurimi i popujve dhe i kombeve mund të jetë reale i qëndrueshëm në qoftë se krijohet një sigurim i përgjithshëm e për të gjithë. Ashtu si detanta politike mund të ketë një bazë të qëndrueshme nëse ngushtohet e ndeku i pabarazisë së zhvillimit ekonomik midis vendeve të ndryshme, nëse ndihmohen vendet e varfra që të futen në rrjedhën e përgjithshme të zhvillimit modern e të shfrytëzimit të mirave materiale e shpirtërore të kohës sonë. Sigurisht, konfliktet e ndryshme politike, ideologjike, ekonomike e shoqërore nuk kanë pushuar së vluari, as janë eliminuar shkaqet e faktorët që i kanë lindur. Megjithatë, e rëndësishme është se po krijohet një mendim i përgjithshëm, se me konceptet e metodat e vjetra problemet ndërkombëtare nuk zgjidhen, kërcënimet e rreziqet për paqen e sigurinë e përgjithshme nuk eliminohen. Vendi im është një vend i vogël, por populli shqiptar është një nga banorët më të hershëm të kontinentit evropian. Në mira vjetët e ekzistencës së tij, ai kurrë nuk ka sulmuar ndokend, kurrë nuk ka nxitur ndonjë luftë agresive, kurrë nuk ka kërcënuar ose cënuar sigurinë e fqinjve të vet. Përkundrazi, ai është djegur e vrarë për të ruajtur qenien e vet
dhe për të ndihmuar të tjerët. Gjergj Kastrioti Skënderbeu, heroi ynë kombëtar i shekullit 15, ka qenë dhe mbetet simboli luftëtarit të ndritur jo vetëm për mbrojtjen e popullit vet, por dhe si mbrojtës i parë, i madh i humanizmit e i qytetërimit evropian. Ndryshimet në Europë quan edhe në bashkimin e Gjermanisë, i cili hoqi një nga problemet e mprehta që ka dominuar skenën politike europiane në këto 45 vjetët e fundit. E drejta e kombit gjerman për të ribashkuar është një drejtë e pamohueshme. Zgjidhja e problemeve të tilla si ai i bashkimit gjerman në mënyrë paqësore është një shembull i mirë edhe për probleme të tjera të këtij lloji që ka lënë trashëgim historia. Aktualisht, një nga problemet më të prehta e më shqetësues në Ballkan është ai i shqiptarëve në Jugosllavi, ndaj të cilëve qeveria e Serbisë po ndjek një politikë të hapët genocidi, gjë që është verifikuar edhe nga mjaft forume ndërkombëtare dhe është bërë i njohur edhe për opinionin publik botëror. Në Kosovë dhe në viset e tjera të Jugosllavisë ku banojnë shqiptarët, po bëhen krime që edhe përmes jetën e errët do të ishin të shëmtuara. Themelore është se shqiptarëve u mohohet e drejta e ekzistencës, e drejta e të jetuarit. Shpërndarja e jashtëligjshme e kuvendit të Kosovës nga Serbia, pushtimi me dhunë nga policia i radios dhe i televizionit, ndalimi i shtypit në gjuhën shqipe, pushimi nga puna i mira shqiptarëve dhe zëvendësimi i tyre me serb, shprehin qartë qëllimin e autoriteteve zyrtare serbe për të zgjidhur problemin e shqiptarëve me forcë e terror dhe jo me dialog. Komuniteti ndërkombëtar nuk mund dhe nuk duhet të qëndrojë indiferent ndaj kësaj gjendje. Aq më tepër nuk mund të qëndrojë Europa, e cila si hartuese e hartës ballkanike në fillim të këtij shekulli ka jo vetëm përgjegjësinë morale, por edhe historike për martirizimin e shqiptarëve në Jugosllavi. Shqiptarët në Jugosllavi që përfaqësojnë popullsinë autoktone më të vjetër nga të gjithë popujt e këtij shteti, që zënë vendin e tretë për nga numri i popullsisë midis kombeve që formojnë Jugosllavinë, që rrojnë prej shekush në trojet e veta dhe në një territor kompakt, nuk kërkojnë asnjë të drejtë më shumë nga që kanë serbët, slovenët, kroatët ose maqedonasit. Por ata nuk kanë pranuar dhe nuk do të pranojnë të kenë edhe më pak. Ata duan të jenë subjekti barabartë, si edhe kombet e tjerë që përbëjnë Jugosllavinë. Shqiptarët duan të njihet e drejta të vendosin vetë për fatin e tyre. Ata dëshirojnë të rrojnë në një federat ose konfederat jugoslave, në qoftë se edhe kombet e tjera janë për këto forma qeverisje. E drejta e vetë vendosjes së kombeve është një nga drejtat më të mëdha që ka fituar njerëzimi, prandaj është sankcionuar dhe në kartën e OKB-s dhe aktualisht është ndërruar në një nga parimet themelore të proceseve demokratike që po ndodhin në Europë e në botë. Zoti kryetar, duke ju uruar zhvillim sa më të frutshëm të punimeve të këtij sesioni të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në dobi të paqes, dëshiroj t'ju siguroj se vendi im nuk do të kursej përpjekjet e tij për arritjen e këtij qëllimi të lartë. Ju falenderit. E merr fjalën përsëri kryetari i Asamblesë Përgjithshme, i cili thotë: në emër të Asamblesë Përgjithshme, I wish to thank dëshiroj të falenderoj kryetarin e Presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, of the People's Socialist Republic
of Albania for the statement he has për just deklaratën që bëri. made. May I request representatives to remain seated I lutem të while the gjithë përfaqësuesve Secretary të qëndrojnë ulur His Excellency. derisa sekretari i përgjithshëm dhe unë të shoqërojmë shkëlqësinë e tij.